Përshëndetje, miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të marrim disa mesazhe dashurie për dy persona të dashuruar. Çfarë i thon ata njëri tjetrit? Jeni qiell i pastër dhe i pafund. Me ty ndi që ekzistoj në këtë botë pafund. Më mungon musqishja jote. Më mungon imazhi yt. Të dëshiroj kam pasion të zjarrt. Më mungon shumë. Ndi në ëndra zërin tënd që më ngron, ndi dorën tënde që më ledaton. Pa ty s'ka gëzim, s'ka buzëqeshje, dritë, jetë. Pa ty nuk ndi diellin që më ngro me rezet e tij të arta. Hap sy çdo mëngjes për ty, mbyll sy çdo mbrëmje për ty, aty ku je ti. I buzëqesh diellit në agim, i buzëqesh hënës plotërishtin, aty diku je ti. Ndjej furizën e lehtë të herës që më përkthel, ndjej skrekjen tënde, aty diku je ti. Sa doja të ishim pranë, por jeni larg, kilometra larg. Çuditem kur dashuria nuk njeh largësi. Jeni univers i mrekullueshëm në infinit. Dashuria juaj e ka bërë njëri të mirë, të qetë, me logjik. Po punon shumë brenda vetes për të ndryshuar. Kam nevojë për kujdesin tënde, thot. Të dëshiron dhe ka një pasion të zjarrt. Më mungon shumë, thot, tingulli i ëmbël i zërit tënd, të më zgjoj çdo mëngjes. Këto ishin disa nga mesazhet e dashurisë së dy personave të dashuruar. Faleminderit shumë, miqtë e mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.